Ja ka kemi rikthyer. Vazhdojmë të jemi me Gjetan Keta, Mike Tyson është shqiptar. Të pëlqen kur të thon Mike Tyson është shqiptar? Më pyesin sa herë, më pyesin ashtu, më pëlqen se unë kam pas Mike Tyson, ta ngjitën Nofkën në Gjermani apo jo? Në Gjermani, unë nga që unë kur ndeshën, nga që ishte shkurtën me kundërshtarët e mi, më i shkurtën, edhe kur ndeshë fuqinia e gryshtit dhe kisha shumë të fortë, edhe më boshë mu, Mike, më thjeshin, edhe ngeli sloganin. Beti Mike. Po, Mike. Edhe më pyesin nga jetë, pyeti ka ndruar emrin, jo mos e ka ndruar emrin, se emrin Gjetan e ka. Fitoret e tua janë të shumta, por po përmend disa. 4 herë kampion i Gjermanisë në kickbox apo jo? Kampion e Europe në kickbox në vitin 2007. Dhe ke përfaqësuar për herë të parë Shqipërinë në Thai box, ku zure dhe vendin e tretë në Bangkok. Po, në Tajland, po. Dhe 4 herë kampion e Europe në box dhe 2018 natyrisht titulli i madh kampion bote. Çfarë ndjesie ishe kur përfaqësove Shqipërinë për herë të parë? Se më kujtua kur the në Greqi zguxoje të thoshe pra të ndeshësh në ring dhe të ngrijes flamurin shqiptar. Unë të them drejtën edhe më fjalë, unë që fëmijë kur ishim, babi im, kur ishim me babin në Maltë ose kështu, ne këto këngë në Saboletinit, edhe e ndjesha gjithmonë atë pjesën e krenarisë dhe patriotizmit, edhe të parit e mi gjithmonë kanë luftu për atë dhe, kanë dhënë për atë dhe, gjyshit e mi. Edhe unë në shtypjen që ndjesha në Greqi, që ka pas rasti që kisha në telefon në flamurin shqiptar, ma kanë thy telefonin. Më kanë thonë që ishte dhe bluzën në rrugë që kam pas me flamurin shqiptar, që ndjesha vete superior. Pra nuk të lejonin asnjë simbol. Po, nuk të lejonin. Edhe kur shkova në Bangkok me Ismailin, ishte një ndjesi këtë ndryshe, ndryshe për Shqipërinë. Edhe herë e parë që merrte pjesë Shqipëria në Tajland, edhe unë isha vetëm sportist. Nga Shqipëria? Patjetër që dola me sukses, ishte një përgjegjësi e madhe për mua, ndjenë shumë e bukur, ne dy vëllezërit me flamurin shqiptar, shumë gjë e madhe për mua. Çdo ndeshje jam e sigurt ka emocionet e veta. Po a ka një ndeshje që, si më thën, mund të jetë ndeshja më e rëndësishme? Nuk flas vetëm për çështje titujsh, se natyrisht titulli më i rëndësishëm më i madh është ai i kampionit botës. Ndeshja në Bulqiz ka qenë shumë e rëndësishme, mbase më e rëndësishme. Ja ke thënë, o fitoj o vdes. Po. Pse? E mendosha që fëmijë, që thoshon dikur të vi, dikur të bëj këtu. E kisha si ëndër që kisha mendu edhe eri kohë që ta bëj realitet. Isha i palotshëm. Po ishte një ngarkesë e madhe për mua, se thosha me bëm, unë me më shku keq ndeshja, për mua nuk ka më. Unë kisha një ngarkesë mbi shpatula shumë. Atë thosha o fitore, ose po thosha do hyp makinës, do nisem për Shkodër dhe kthehem në Shqipëri, nuk kthehem kurrë. E kisha qëllim. Edhe kjo ka qenë ndeshja që unë kam pas ngarkesë më të madhe o fitore, o nuk ishte gjatë tjetër për mua. Se folëm shumë për sportin edhe harruam dashurinë, more Gjetan, dashurinë. Dashurinë dhe e kam fjalën për bashkëshorten tënde, se di që kjo historia e njohjes tuaj është pak e veçantë. Nuk e qenë ti i pari që e ke parë. Ka qenë mami apo jo? Ashtu është. E ka parë në një dasëm. Po. Mami ka parë në dasëm aty. I pëlqeu. I ka pëlqyer. Ta shikojmë tash. Se nuk i dihet asnjë se si mund të jetë. E rrallë kjo që ta vendosi vjera e para, apo pas ka pas të drejtë, more, i pas ka rënë në kokë, more. Pas ka rënë në kokë. Thotë, Doriana thotë, mami thotë atë natë kur më shifte mu, ishte duke urzu nga karrikja. Ty të pëlqeu kur që në takimin e parë? Patjetër, po. Po. Se Doriana na ka tregu për shembull që në fillim ishte nis për jo. Po pastaj sigur ju ndryshu mendja rrugës. Në pak shumë thotë e mua, sikur ju, kur në taku me mua është nisë për jo, por... Po si ja ndryshove mendjen? Si ja fitove zemrën? Duke qeshën, thotë mu. Duke qesh? Duke qeshën, thotë. Kuptohet. E ka pasur të vështirë, Doriana, këtë profesionin tënd? Nuk e di, a ka ardhur ndonjëherë të shojë në ndeshje? Po, në fillim, besoj që ka qenë krenare që ja i fejuari im, është dikush i vinte, më shikonte,
Edhe mu m'jep të motivativ. Jep të forcë. Po, m'jep të forcë, motivimi fjalë që unë t'jem më i fortë, kam diko që ishte ndryshe. Po. Kupton se në disa ndeshje që ishte ajo aty ishte ndryshe. Pra, po thua që kur Doriana ishte aty në ndeshjet, ishte më i fortë dhe dilje më mirë. Më ndryshe, e kupton. Se më kujtua ajo skenat e Rocky Balboa. Adriana! Unë s'kam nuk e kam thonë këtë pjesë. Nuk e ke thirrë ndonjëherë emrin. Nuk kam thirrë. E po duhet ta bësh Gjetan, duhet ta bësh. Jam e sigurt që Dorianës do t'i bëj qefi shumë të vërtisje një herë Doriana. Po. Ke dalë ndonjëherë mbasi ke përfunduar edhe ku diun, ke dalë direkt nga ringu ta përqafosh? Është futur në ring. Është futur Doriana në ring. Patjetër. Ah, sa bukur. Po, edhe bile edhe herë ka qenë dhe herë kur ka qenë ishim mbartuar atëherë, edhe ishte Stazan që priçim gocën, që priçim të udhën. Edhe në ring ka futur. Dhe sot keni 2 yje, Teutën dhe Glaukun. Glauku është 4 vjeç apo? 4 vjeç, që me sa di dëgjon për dita të këngën që të shkështuar ty, o Gjetan ti e kampion. Po. Dhe dëshira, siç na ka thënë Doriana, dëshira e Glaukut çdo darkë kur bie në gjumë është, a do jetë babi nesër në mëngjes në shtëpi? Shumë e vërtetë, po. Jam shumë i lidhur me të. Goca ka karakterin e Dorianës, është i çik me tërhequr kështu, edhe atë më e madhe, kurse Glauku është shumë i lidhur me mua. Mos më thuaj që po e projekton për boks, Glaukun. E ka shumë dëshirë, nuk tani do Ti vetë do dëshiron që ai të bëhet bokser? E do. Patjetër që po ta doja, ai e dua. Shiko, unë nuk e di nëse Glauku do bëhet apo jo boksier, po kur e mori vesh që babi do jetë sot te se luan topi, tha, unë dua ta përshëndes babin, tha. Ja dëgjoje pak. Glauk, cila është kënga jote preferuar, ma? Gjetan kampion. Do ta këndosh pak? Po. Gjetan i kampion, Gjetan kampion, hej. Sa je kën, Gjetan kampion, hej. Babi të dua shumë. Babi të dua shumë. Tani se jam në Shqipëri, jam dhe pa fëmijët, se duhet që goca ta mbarojë këtë semestër dhe të fillojë tani shkollën në Shqipëri. Edhe të ka marrë malli. Edhe në marrë malli patjetër shumë, edhe ata i marrë malli shumë për mua të dy. Edhe janë edhe motiv për mua shumë, janë dhe krenari për mua, për të them drejt. A qej vështirë ky vendim? Sidomos për të shkëput nga Ismaili, që ka qenë krau jot i djathtë, njeriu më i rëndësishëm, se dhe fëmijët me sa di janë të lidhur, fëmijët e tu me fëmijët e tij. Shumë, ne jemi pothuajse çdo fundjavë, ose pothuajse çdo ditë jemi bashkë. Edhe e vështirë ishte edhe me u ndal nga me vllajin, patjetër, sepse po dhe Ismaili ka synim i ditë që të vjen në Shqipëri, edhe ai është shumë i lidhur, po. Se shumë shqiptar e kanë këtë ëndër, të kthehemi ditë me rin tim. Unë do kthehem. Po mbaroj jeta duke ndru. Edhe unë thash, o sot o kur. Edhe shumë të shqiptar më kanë si idhull, bëm edhe unë këshu. Pse mos t'ua jap ato? Pse? Dhe në fakt, kjo është, le të themi, arsyeja kryesore pse erdhe. Për të trajnuar të rinjt, për të mësuar të rinjt. Ishte edhe kjo arsye. Premtojmë thua që pas disa vitesh të kemi një tjetër kampion boksi shqiptar, një tjetër djalë shqiptar që të marri të njëjtin titull si ti? Si të duken, domethënë, se ti po i stërvit tani? Unë kam tani kem formuar grupet e aty, grupet e klasave. Edhe kam shumë djemë që, kam dhe 3 që janë 8-9 vjeç, 10 vjeç që duan shumë, e pëlqejnë si sport, edhe janë shumë talenta. Edhe kam dhe çunat që duan vërtet të arrijnë të bëjnë ndeshje. Edhe më thonë, unë kam 4 muaj që kam hapur, kur të bëjmë ndeshje? I them, prit, mësoni durimin. Hap pas hapi. Fitoria vjen dhe suksesi vjen nga dalë, hap pas hapi. Gjetan të uroj shumë suksese, edhe mirë se u riktheve në shtëpinë tënde. Një super duar trokitje për kampionin që është rikthyer në shtëpi. Shiko, qëndrojmë pak këtu bashkë, se tani unë xheloze u bëra shumë për Aurelën, me thënë të drejtën.
se mua nuk më mësove fare, as mësove i palë Doreza boksit, kishim boksuar pak bashk. Po gjithsesi, kur të mbaroj intervista më mëson një goditje, se si dihet, domethënë nevojitet gjithmonë në jetë. Por, ajo mikja jote, s'mund të mungonte sot, si thua. Ja ta shohim bashkë. Përshëndetje Eriona, jam duke realizuar atë video përshëndetse për një njeri që unë e vlerësoj shumë. Si që shikon, jemi 5 minuta përpara se të hyjmë në Agro Show. Atë njeri që ke të ftuar sot unë e njoh, e vlerësoj shumë, bashkë me vllajën e tij, kanë vlera njerëzore, përveç se janë kampion në sport, por pa qenë një herë kampion si njerëz mund të jesh as sportist i mirë as artist i mirë. Ndaj i vlerësoj shumë të dy, Gjetan dhe Ismail. Ju përshëndes dhe faleminderit për gjithë respektin që më keni dhënë. Faleminderit Aurela Gaçe, nuk e humbasi masine çdo të ejte Agro Show dhe nuk mos e humbisni asgjë që po na ndiqin këto momente. Unë vërtet është një surprizë, shumë ishte surprizë kjo. Edhe unë kam shumë respekt se është një luftëtare e vërtet. Është e jashtëzakonshme. Përveç se artiste madhe dhe si njeri është vërtet e jashtëzakonshme. Gjetan, uroj edhe një herë çdo sukses të mundshëm. Lart e më lart, megjithëse më lart se kampion bote, unë nuk e di të ketë, por gjithsesi e përcjellim Gjetanin, rikemi pas pak, mos u largoni. Faleminderit. Qa kena bo gabim na që me meritu mi jetu mirë, qa bo me gabim?